Dhe sfidat në Maqedoninë e Veriut, unë nuk besoj se kemi fort edhe komoditetin për t'i ndarë në sfida burrash, në sfida grash, sepse ja për shembull kur ndarja e fondeve nga buxheti i shtetit bëhet dyfish më shumë për universitetet me student maqedon dhe shumë më pak për universitetet në gjuhën shqipe, neve na cënohet e drejta e fëmijëve tanë, do të thënë edhe vajzave dhe djemve tanë. Kështu që kjo pjesa tjetër pastaj edhe e pabarazisë që shpesh herë diskutohet, mua më duket që është pastaj betejë në katror e jona si gra që duhet bërë, por edhe këtu unë pak e shoh më ndryshe këtë çështje. Nuk besoj Fatjona që betejat për barazi, po qoftë edhe për barazi gjinore ju takojnë vetëm një gjinie, sepse ne brezat tani besoj edhe çdo zotri apo burr që ka fëmijë prej momentit që bëhet prind, unë besoj që e ka të rëndësishme që vajzat sikurse edhe djemt të mund t'i gëzojnë të drejtat për që jenë të barabartë edhe për të ecur në karrierë dhe për që jenë të trajtuar qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë çdo kund tjetër në mënyrë të barabartë. Kështu që për mua sa herë që ndarja në mes gjinive theksohet, kam përshtypjen që edhe më tepër i bihet çështjes së ndarjes se sa të vënies të gjithë forcave tona në një kahje, në një drejtim. Prandaj them që vetëm kjo betejë duhet jetë e përbashkët, duhet jetë e të gjithëve për të nxjerrë sa më tepër kualitet, qoftë tek vajzat e reja, qoftë tek djemt, qoftë tek politikanët, qoftë tek çdo profesion tjetër. Përderisa shoqërinë e bëjnë burrat dhe gratë, padyshim që përgjegjësi mbajnë të dy për ecjen e shoqërisë. Megjithatë, kur një kauzë fort ngrihet në parlament apo në çfarëdo lloj instance tjetër nga një grua, është gjithmonë më lehtë e atakueshme në shoqërisë si këto tona, dhe prandaj thash kemi më shumë kualitet apo kuantitet.